duhet çdo njeri, si ka konflikte, si ka mosmarrëveshje me një tjetrin, mos t'i lanë gjanat fjet, po të komunikojnë me një tjetrin për hallet e për problemet si kanë dhe t'i godisin gjanat me dialog, me dashni, me sinqeritet, po kanuni nuk thot asnjëherë as me vra gruan, as me vra fëmijët. Këta si e flasin, këta e apshtesin kanunit, bajnë shumë gabim për e lexuar çfarë thot kanuni imësisht. Kanuni i përcakton mirë pikat, por rastësia, rreziku, momenti ku nollet çifti, nollin si janë vrarë gratë. Zona e Veriut është një zonë si gjitha zonat e Shqipërisë tjera, është me tradita, është një zonë me karakter, me vlera njerëzore, me burrni e me dignitet. Si në gjitha zonat tjera Shqipërisë, nollin probleme dhe zonën e Veriut Shqipërisë. Familjet prekuna nga këto probleme ka gjithkund, si në tënë Shqipëri. Nuk jena më theksuar na se pjesa tjetër e vendit. Zonës Veriut Shqipërisë në veçanti dhe zonës sëme, si vi nga një zonë e Dukazhinit, i bëj kërkesë si të gjitha ata, si kanë konflikte, kanë gatresa me një tjetrin, kanë gjaket vjetra me një tjetrin, mos t'i lanë të fjetuna, po të kërkojnë dialog me familjet si kanë konfliktin. Po i thirrë si kryetari i shoqatës pas dhe të pajtimit Shqipërisë, si populli shqiptar ku do të jetojnë, të falin një tjetrin, të bien paqë me një tjetrin, se kur nuk bëhet një falje pa lënë diçka dikush, me lëshu dikush, edhe me kanë ma zemër mallë se shoqi për me u godit një diçka, edhe mu ban një diçka e mirë me jetu e njerëzit qetë.